Imagjinoni pak, një luftë e vetme, por që zgjat aq shumë sa gëlltit një brez të tërë. Pikërisht këtë do të analizojmë sot. Luftën e Peloponezit. Do të përpiqemi të kuptojmë se si dreqin një konflikt i vetëm mund të zvarritet për gati 3 dekada dhe të ndryshojë botën përgjithmonë. 27 vjet. Ndaluni dhe mendoni pak për këtë shifër. Nuk është thjesht një numër, apo jo? Në botën e lashtë, kjo ishte praktikisht një jetë e tërë. Flasim për pothuajse 3 dekada lufte, pa ndërprerje. Një konflikt që i vuri kapakun, një epoke dhe ripërcaktoi gjithçka. E kjo na çon natyrshëm te pyetja kryesore. Si ka mundësi? Çfarë kombinimi çmendur faktorësh, gabimesh njerëzore dhe fatit verbër e zvarriti këtë luftë aq gjatë përtej çdo parashikimi logjik? Pse u kthye në një makth pafund? E po, pikërisht përkthehemi këtu, për të gjetur përgjigjet. Okej, për ta zbërthyer këtë do ta ndajmë në 4 pjesë. Fillimisht do të gërmojmë terrenjt e thella pse ishte e pashmangshme. Pastaj do shohim përplasjen mes planeve fillestare dhe realitetit brutal. Më vonë, do analizojmë se si përshtatja strategjike e bëri luftën të zgjaste pafund. Dhe në fund, do të bëjmë pyetjen e madhe. Po mirë, a ja vleti gjithë kjo? Cila ishte kostoja e vërtet? Pra, le t'ja nisim nga fillimi. Për të kuptuar pse lufta u bë kaq e gjatë, duhet kuptojmë pse ajo nisi fare. Dhe përgjigja, siç do ta shohim, nuk qëndronte ndonjë sherr i vogël kufiri. Jo, rrënjët e këtij konflikti ishin shumë më të thella. Dhe këtu na vjen ndihmi historiani i madh Tukididi. Ai na jep çelësin e gjithçkaje. Sipas tij, shkaku i vërtet i luftës nuk ishin incidentet e vogla. Ishte diçka shumë më primare, më themelore. Frika. Thjesht dhe pastër, frika ekzistenciale e Spartës nga rritja e pandalshme e fuqisë së Atinës. Ky ishte motori i vërtet i luftës. Dhe pikërisht kjo frikë e bëri konfliktin pothuajse të pasgjithshëm. Sigurisht, u desh një shkëndi për të ndezur fuqinë e barutit. Dhe pati disa të tilla. Sherri për Korkyrën, sanksionet ekonomike kundër Megarës, sulmi në Potide, këto ishin justifikimet perfekte që i duheshin Spartos për të thënë mjaft më dhe për të shpallur luftën. Por, siç na e bëri të qartë Tukididi, këto ishin vetëm pretekstet, jo shkaku i vërtet. Dhe këtu gjërat bëhen vërtet interesante, sepse këto dy fuqi ishin krejtësisht kundërta, si nata me ditën. Athina, një peranduri detare, e hapur, tregtare, plot jetë. Sparta, një kazermë gjigante, një fuqi toksore, e mbyllur, e obsesionuar me disiplinën ushtarake. Edhe qëllimet e tyre ishin botë të ndryshme. Athina donte thjesht të ruante atë që kishte, status quo-n, kurse Sparta donte asgjë më pak se shkatrimin e plot të perandorisë athineze. Kur ke dy kundërshtar kaq të ndryshëm, me qëllime kaq të papajtueshme, po përgatit recetën për një luftë të pafundme. Mirë pra, skena është gati. Të dyja palët futen në ring, secila me një plan të qartë në kokë. Por, siç ndodh pothuajse gjithmonë në luftë dhe në jetë, realiteti ka planet e veta. Edhe fati? Fati ndërhyri pothuajse menjëherë për t'i hedhur në erë të gjitha këto plane të bukura. Ky këtu është Perikliu, truri i Athinës, dhe plani i tij, duhet thënë, ishte gjenial në letër. Okej, tha ai, spartanët janë të fortë në tokë, s'ka problem. Ne nuk do të luftojmë me ta në tokë. Do të mbyllemi brenda mureve tona të pathyeshme dhe do të lëmë flotën tonë të fuqishme të bëjë punën e saj, duke i pickur ata në bregdet. Ideja ishte e thjeshtë, t'i lodhin spartanët derisa të dorëzoheshin dhe të kërkonin paqe. Një luftë e shkurtër e menaxhueshme. Të paktën, kështu shpresonte ai. Por në anën tjetër të fushbetejës, mbreti spartan Arkidami kishte një parandjenje të keqe. Ndoshta ishte më realist, ndoshta thjesht më pesimist, por ai e pa qartë rrezikun. Ai u tha njerëzve të tij: "Kujdes, ne po hym në luftë me një armik që ka para pafund dhe është i paparashikueshëm." Dhe parashikimi i tij ishte rrëqethës dhe profetik. Kjo luftë, tha ai, do t'i lihet trashëgim fëmijëve tanë. Dhe pikërisht këtu, fati godet. Dhe godet në mënyrën më të tmerrshme të mundshme. I gjithë plani i Perikliut bazoi te durimi dhe kontrolli, por kishte një gjë që as mendja e tij gjeniale nuk mund ta parashikonte: një armik të padukshëm dhe vdekje prurës. Asnjë vit nuk kishte kaluar nga fillimi i luftës dhe një murtaje tmerrshme shpërtheu brenda mureve të mbipopulluara të Atinës. Imagjinoni tmerrin, vrau gati 1/3 e njerëzve dhe bashkë me ta mori edhe vet Perikliun. Ky ishte një grusht shteti nga fati. Pas kësaj, e gjithë dekada e parë u kthye në një kaos total, fitore të mëdha, humbje shkatruese për të dyja palët. Një lloj ping-pongu vdekje prurës ku asnjëra palë nuk arrinte do t'i jepte goditjen finale tjetër. Dhe kjo na sjellti një tjetër faktor klasik që i zgjat luftrat: arroganca.
Pas një fitorie spektakolare në Pilos, ku për herë të parë në histori u ka për robër luftetar spartan, imagjinoni shokun, Sparta ofroi paqe. Por në Athinë, lideri i ri, Kleoni, ishte dehur nga fitoria. Ai kërkoi diçka të pamundur, kushte poshtruese. Ai e teproi. Dhe duke e bërë këtë, hodhi në erë mundësinë më të mirë për t'i dhënë fund luftës dhe për t'i dhënë fund me fitore. Para me që mundësit për një paqe të shpejtë u dogjen, lufta hyri në një fazë krejt të re. Tani nuk bëj më fjalë për një goditje të shpejtë, për një fitore vendimtare. Tani loja ndryshoi. Fitoria do t'i përkiste atij që do të duronte më gjatë, atij që do të ishte më i aftë, të përstatej, të evoluonte, gjatë një lufte të gjatë e të lodhshme. Për Atinën, kjo ishte një problem i madh. Vdekja e Perikliut la një boshllëk të jashtëzakonshëm. Ai ishte si një dirigjent i përsosur. Pasardhësit e tij, ishin si instrumentist virtuoz, por secili luante melodinë e vet. Kishte një alkibiat genial, por krejtësisht të çmendur dhe të pabes. Dhe kishte një nikja të matur, por pa pikë guximi apo vizioni. Kjo mungesë ekuilibri në udhëheqje do t'ju kushtonte shumë shtrenjtë Atinës. Ndërkohë, Sparta bëri diçka që askush nuk e priste, diçka pothuajse të paimagjinueshme. Kjo fuqi toksore, ky gjigant i palëvizshëm, kuptoi një të vërtetë të hidhur. Për të mundur peshkun, duhet të ysh në ujë. Për të mundur Athinën, duhet ta sfidonin në det. Dhe kjo nuk ishte diçka që bëhej brenda natës. Ishte një plan dekador. Të ndërtonin një flotë nga zero, të gëlltisnin krenarin dhe të merrnin para nga armiku i tyre i përbetuar, Persia, dhe të gjenin njerëzit e duhur për ta vënë në jetë këtë plan. Ky ishte vendimi që e vulosi fatin e luftës dhe e bëri atë të pashmangshmërisht gjatë. Dhe e gjetën njeriun perfekt për këtë mision, Lisandrin, një strateg i ftokt, i durueshëm dhe dinak si dhelpra. Ai nuk bëri gabimin të kërkonte një përballje direkte, një betejë finale me flotën e madhe athiniaze. Jo, strategjia e tij ishte si ajo e ujqërve që ndjekin një tufë të madhe. Ai filloi të pikonte perandorin anash, sulmonte aleatët më të dobët, i priste rrugët e furnizimit me grur, duke e rritur ngadalë pa u ndjer presionin mbi një Athinë që tash po merrte frymë me vështirësi. Dhe kjo strategji e durimit të hekurt funksionoi. Në vitin 405 para Krishtit, pas 27 vitesh të gjata lufte, erdhi momenti. Në Egospotami, Lisandri e gjeti më në fund momentin perfekt. Ai e kapi të gjithë flotën atineze në befasi, në tokë dhe thjesht e asgjësoi. Me një goditje të vetme, shkatroi fuqinë detare të Atinës. Praktikisht, lufta kishte marrë fund. Pra, Sparta fitoi, më në fund. Por ndalemi një moment. Pas 27 vitesh gjakderdhje, pas një brezi të tërë që nuk njohi gjë tjetër veç luftës, ç'kuptim kishte kjo fitore? Siç do ta shohim, kostoja e kësaj lufte maraton ishte absolutisht shkatruese. Dhe jo vetëm për humbisin. Pra, le ti mbledhim të gjitha bashk, pse zgjati 27 vjet? Sepse ishte një stuhi e përsosur. Kishe dy fuqi që nuk mund të bashkjetonin. Kishe arrogancën njerëzore që refuzoi paqen kur ju ofrohej pjatë të argjende. Kishe fatin e keq, si Murtaja, që ndryshoi rrjedhën e gjithçkaje. Dhe mbi të gjitha, kishe nevojën për një përshtatje të ngadalt, të dhimbshme dhe afatgjatë, nga ana e Spartës për të arritur fitore. Dhe pasojat? Ishin brutale. Për Atinën ishte fundi i epokës së artë. Humbi perandorin, humbi demokracinë. Por shikoni pak Spartën, fituesen. Lufta e gjatë ishte si një acid që gryeu themelet e saj. Ajo nxori pa edhe i përkeqësoi të gjitha problemet e brendshme, sidomos problemin e helotëve, skleverëve mbi të cilët varej gjithë sistemi i tyre. Dhe këtu qëndron ironia më e madhe, paradoksi tragjik i kësaj lufte dhe i shumë luftrave të gjata. Vet hapat që Sparta ndërmori për të fituar ishin hapat që çuan drejt shkatrimit të saj. Transformimi në një fuqi detare dhe perandorake e helmoi nga brenda. E thënë thjesht, Sparta fitoi betejën, por në proces humbi luftën për të ardhmen e saj. Dhe kjo na lë me një pyetje të fundit, një pyetje që historianët e debatojnë ende sot. Në fund të ditës, çfarë shkaktoi rënien e Atinës? Ishte genialiteti strategjik dhe durimi i hekurt i Spartës? Apo ishin gabimet e brendshme të Atinës, arroganca e saj, paqëndrueshmëria politike? Ndoshta, si gjithmonë, përgjigjja nuk është bardhë e zi. Ndoshta e vërteta qëndron diku në mes, në historinë tragjike të një lufte që zgjati shumë, shumë më tepër se ç'duhej.